Çfarë duhet ju mësojmë fëmijëve në lidhje me besimin, në lidhje me fen? Ky diskutim ka nisur për shkak të një rasti specifik në një shkollë në Tiranë, ku sipas pretendimeve mediatike mësuesi është pushuar nga puna sepse u jepte mësim fetar fëmijëve. Për te diskutimit për rastin specifik, për cilin nuk kam shumë dieni, kështu që nuk kam se çfarë të shtoj. Në fakt, diskutimi publik më bëri të mendoj për ca elemente të tjerë që mungojnë krejtësisht në diskutim. Për shembull, një nga pyetjet që mendoj që duhet trajtuar, edhe ka shumë vlerë, është çfarë mendojnë ungjillorët në lidhje me mësimdhënien e fesë fëmijëve. Dhe dua të ilustroj një 2-3 gjëra që janë shumë të rëndësishme. Për shembull, një nga gjërat më të rëndësishme që është në themel të mësimdhënies së ungjillorëve është që, sidomos për fëmijët, për të miturit, ata që janë në moshë të vogël, autoriteti mësimdhënës për fëmijët e mitur, në fakt nuk është mësuesi, nuk është as kisha, nuk janë as njerëz të cilët janë arsimuar në institucione fetare ose publike, cilat do që t'jenë, nuk është as shteti. Autoriteti bazë për t'ju mësuar rreth besimit fëmijëve, sipas këndvështrimit të shumë ungjillorëve, do të ishte familja. Kështu që ungjillorët mendoj, edhe unë shpresoj që po e theksojnë edhe në këto diskutime, që pavarësisht nga dakordësia ose mos dakordësia jonë me çfarë ju mësohet fëmijëve, ne e theksojmë shumë idenë se familja është autoriteti i cili duhet kujdeset për fëmijët. Prandaj nëse je ungjillor dhe ke qejf të mësosh fen fëmijëve, nuk mund ta bësh këtë pa marrë miratimin e prindërve, por më shumë se sa kaq, do të ishte mirë që të inkurajosh prindrit që të mund të kujdesen për edukimin fetar të fëmijëve. Ashtu siç do donim që familjet të ishin përgjegjëse për edukimin e fëmijëve edhe në fushat e tjera. Për te kësaj, çfarë do thoshin ungjillorët që duhet mësuar fëmijëve, sikur të mund të na pyesnin ne se çfarë do duhet ju mësoni fëmijëve. Në rastin specifik, në fakt krijohet përshtypja sikur ungjillorët do të thoshin ne mjaftojmë që t'ju mësojmë fëmijëve që t'i besojnë Jezusit, edhe atëherë do ta kenë jetën të tashme edhe të ardhme të garantuar. Kjo nuk është krejtësisht e vërtetë. Kjo është pjesë e mësimit të ungjillorëve. Ungjillorët theksojnë se jeta e vërtetë gjendet vetëm në Jezusin. Prandaj nëse do flasim për mësimin e ungjillorëve, patjetër që kjo përfshihet. Por ungjillorët theksojnë edhe ca mësime të tjera që më bën përshtypje që nuk përmenden fare, ose edhe nga vetë ungjillorët ndonjëherë konsiderohen si jo thelbësore, po për mendimin tim janë shumë si ungjillor, janë shumë thelbësore. Ai që desha të them për shembull është ne ungjillorët duhet ju mësojmë fëmijëve të vërtetën rreth botës. Duhet t'ju mësojmë shkencë, letërsi, gjuhë, duhet t'ju mësojmë gjuhën angleze, gjuhë të tjera, sepse nesër në tregun e punës do kenë nevojë të dinë se si të flasin këto gjuhë në mënyrë që të kenë një punë të përshtatshme në përputhje me dhuntitë dhe aftësitë e tyre. Duhet t'ju mësojmë fëmijëve që të jenë në gjendje të mendojnë për veten e tyre, të kenë arsyetim të shëndosh, të gjejnë vetë zgjidhje për problemet e tyre. Kjo nuk mjafton vetëm duke thënë një herë Jezusi, edhe pastaj çdo gjë është në rregull. Në fakt duhet të vazhdojmë të ngulim këmbë duke ia mësuar fëmijëve këto gjëra sepse janë të nevojshme. Duhet t'ju mësojmë integritetin, duhet t'ju mësojmë bindjen, duhet t'ju mësojmë të mos përfshihen në korrupsion, sepse korrupsioni sjell gjithmonë probleme. Duhet të mësojnë të mos neglizhojnë veten, të mos ulin veten, të mos ulin të tjerët, të mos presin të mira pa punë, të mos përfitojnë nga sistemi kalbur dhe i padrejtë, edhe të mos presin që thjesht të përfitojnë nga një sistem që tashmë të rriturit shqiptar e kanë ndërtuar dhe askush nuk është i kënaqur me të. Duhet ju mësojmë gjithashtu gjitha këto gjërat nga shembulli. Ungjillorët e theksojnë shumë shembullin, sepse Jezusi vetë e theksoi shembullin. Nuk mjafton vetëm t'ju themi fëmijëve se çfarë duhet të bëjnë. Ata do ta mësojnë të vërtetën prej jetës tonë dhe jo prej fjalëve tona, sepse më duket mua, edhe disa prej nesh ungjillorëve, kemi pritin që po ju themi fëmijëve dhe brezi tjetër fjalë të duhura, ata do jenë në gjendje që ta marrin mësimin e duhur dhe të jetojnë ashtu siç duhet. E vërteta është që pa shembullin ton nuk do të mund të gjejnë drejtim edhe të japin drejtim jetës ashtu siç duhet. Në thelb, të jesh me Jezusin, ti bindesh Jezusit, nuk ka të bëjë ndryshe nga ç'duket shpesh edhe nga komentet rreth ungjillorëve, nuk ka të bëjë vetëm një vendim që e merr një herë për t'i besuar Jezusit, por ka të bëjë me një jetë në integritet, në përputhje me jetën dhe mësimet e Jezusit. Prandaj, ungjillor ose jo, ndalojeni së mësuari fëmijëve gjëra të cilat nuk ju vlen për të gjithë përjetësinë. Madje nuk ju vlen as për jetën që janë këtu, sepse fjalët nuk mjaftojnë. Kërkohet që fjalët tona të jenë në përputhje me jetën tonë, dhe atëherë do të jemi në gjendje të mësojmë të fëmijëve të vërtetën.
Ungjillorët nuk mjaftohen dhe nuk duhet të mjaftohen thjesht me një vendim që dikush e merr një herë lidhje me Jezusin dhe pastaj çdo gjë në jetë shkon vaj. Ungjillorët kërkojnë një jetë në bindje ndaj mësimeve dhe të vërtetës së Jezusit. Kjo fillon me ne, që jemi të rritur, dhe pastaj përmes fjalëve dhe shembullit ton, kjo ju mësohet edhe fëmijëve.